Jemi në kërë në spektaklin tua, jemi këtu në sheshin e fjales e mire, këngës së bukur. Do ta kemi sonte një mysafir tepër të veçantë. Unë ju kam thënë gjithmonë se Odeoni ishte oda e pellazgëve, i lirëve dhe u përcoll deri në ditët e sotme dhe si i tillë absolutisht edhe si emër e ka dhënë një të dhënë të saktë që teatri e ka rënien tek Odeoni, tek oda jon shqiptare, pellazgo i liro shqiptare. Për javë të tëra, gjithmonë kemi pas mysafir të veçantë, njerëz që na thonë shumë çka nga segmenti i jetës së tyre. Pista të veçanta, përvojash interesante që na bëjnë që të zgjidhim problemet e çështje të ndryshme më lehtë. Sonte e kemi një mysafir të veçantë, e të rrallë, është doktor shkence, është jurist, është avokat, aktivist, ka qenë edhe basketbollist. Zonja zotëri për ju, për ne, për të gjithë, zotëri Artan Qerkini. Artan, mirë se erdhe. Mirë shëgjejnë. Si je? Mirë, faleminderit. Si ke kalu? Mirë, obligimet përditshme të zakonshme. Njerëzit të avokati e shohin shpresën. Unë mendoj bile i krahasoj me doktorin. Kur e shohin mantilin e bardh, e shohin shpresën. Edhe kur e shohin advokatin, e shohin shpresën për zgjidhjen e problemeve të mëdha jashtë shëndetit. Po dhe për shëndet, ka momente kur të kemi prit ka herë që të kemi musafir, që të na flasish për këtë segment. Kështu, e zgjodhe, e kishe si pedigre, kishe familjare, juridikun, avokatin, apo ishte dëshire hershme, apo u përpunu gjatë jetës, si e zgjodhe? Të gjitha nga pak. Të gjitha nga pak. Të gjitha nga pak, edhe prindin e ndjerë, babajnë e kam pas avokat, kështu që qysh në fëmirin e hershme, jam rritur me profesionin e avokatis. Babaj gjithmonë ka preferuar që të flasë edhe me ne për çështje të caktuara. Qysh në shkollën fillore kam ditë disa kërkesa formale të përpiloj, për shembull kërkesa, lutje të asaj kohe, dhe në atë mënyrë edhe jam familiarizuar me këtë profesion dhe nuk ka qenë e vështirë për mua që të vendose cili do të jetë profesioni im në të ardhmen. Këtu e pas këmi dardha pikë në ndardha. Pikërisht. Apo vazhdon me pasarësit, apo kemi kohë me prit akoma? Kemi kohë me prit, dy vajzat nuk e kanë ndjek rrugën time, por djali është në klasën e dytë të shkollës fillore, dhe po shpresoj se ai do ta ndjek. Apo ti përcjell shkresat ndonjëherë se nuk shpëton ju pa u konsultuar edhe të shtëpia me shkresat apo edhe me diskutu kështu në... Po. E diskuton shpesh me familjen? Jo në i rast, jo me emra me mbi emra, po si rast, si... Po, natyrisht do ta diskutoja sikur në familje të kisha edhe ndonjë jurist tjetër, mirë po në familje nuk është se ju intereson shumë juridiku, nga se familjarët nuk janë të këtij profesioni, por natyrisht edhe kur diskutojmë në familje ne duhet të kemi jashtëzakonisht kujdes, sepse ne mbartim me vete edhe informacione konfidenciale, të cilat nuk duhet të dalin në publik, prandaj duhet të jemi shumë të kujdesshëm edhe në diskutimet familjare, siç thatë edhe ju me të drejtë, nëse diskutojmë ndonjë rast, gjithmonë pa emra, gjithmonë duke mbrojtur konfidencialitetin, sepse na obligon ligji dhe kodi etikës profesionale. Kur ju keni një betim, sigur në mjekësi që kemi, para kujt i një betimin? Para institucioneve, po se po, a kanë duhet dhe sigur në që kemi Hipokratin në këtë drejtim, keni ndonjë titull shoqëror, njerëzor që në përsheku është bartë? Po, është betimi i avokatit, madje teksti i betimit është dhe pjesë e ligjit për avokati. Aty do të thotë avokati betohet se do të jetë në shërbim të klientit, do të kujdeset që shërbimin e vetë ta jep duke u mbështetur në pavarësinë e profesionit, respektimin e kodit të etikës dhe gjithnjë duke u mbështetur në parimet e këtij profesioni. Betimi jepet para kryetarit odës avokatëve, është një ceremoni që oda avokatëve e organizon
sa herë që avokat e ri do të thotë licencohen. Kjo është një procedurë, megjithëse nuk është procedurë formale, nga se shumë shpesh vime situatë që ta rikujtojmë atë betimin e avokatit, nga se ne si avokat shpesh na bie të përfaqësojmë edhe raste të cilat nuk janë popullore. Nështë janë të urryera nga populli, mirë po ju duhet ta mbroni, sepse e keni dhënë pikërisht betimin për atë që. Shkollimin fillon në Prishtinë? Në cilën shkollë? Në shkollën Faj Konica, shkollën e mesme juridike, pastaj studimet themelore dhe... Shkollën e mesme juridike në ekonomi që ka qenë, ha? Në atë kohë, për shkak të situatës, ishte bartur në teknik. Në teknik? Për shkak se viteve të 90-ta, unë ka rënë në 2 vite të shkollës së mesme ti përfundoj në shkollë, ndërsa 2 vite dhe komplet fakultetin në shkollat shtëpi dhe fakultetit shtëpi. Dhe fakultetin juridik në Prishtinë. Masterin në Prishtinë dhe doktoraturën në Tiranë. Doktoraturën në Tiranë, se i kisha në... absolutisht gjë për ta duar të ti, sigurisht i formësuar në ato që e kisha synim prej fillimit. Edhe me doktorun Tiranë është mrekulli, se edhe ju i takoni gjeneratës që kemi pasa ndër një herë me shku në Tiranë, e ke zatet, pak e ke zatet, e lene ma me studiu, nëse andra i me mbetet e pa realizuar, bile një vetë studime në Tirani, kom pas shumë të shpirtit e të zemrës e thosha, edhe sot kërë më pysin, po të mos jetoje në Prishtinë, ku do të jetoje? Në Tiranë, e thamë, se kështu e kam në... dhe të gjitha këto i barove në Prishtinë, si gjykas nuk e punu? Jo. Jam orientuar qysh në fillim në avokati, mirë po, ndoshta përshfrytëzoj momentin të them që Kosova si shtet i ka dhënë një rëndësi të jashtëzakonshme avokatisë si profesion, nga se Kushtetuta e Republikës së Kosovës e përfshin avokatin në kapitullin e sistemit të drejtësisë, gjë e cila nuk haset në shtetet e rajonit. Pra, në shtetet e rajonit avokatin e gjeni të profesionet e lira. Dërsa në Kushtetutën e Republikës Kosovës, avokatin e gjenit të sistemi drejtësisë. Prandaj, kjo të regon edhe për kushtimin edhe një mirënjohje të shtetit Kosovës për avokatin si profesion. Edhe ndaj atyne që kanë bëhë Kushtetutën, a? Pa tjetër. A do të thotë kjo që janë marrë kështu referenca përëndimore, maksimalisht masi aktisari, aty kështu, do më thonë, ne bojmë si Amerikanë, si Gjermantë, si Italianë, Francezë, që ta që kanë që botën për para. Shumë e saktë. Për vitet tëra, ke lujtë edhe basketbol? Po. Për Prishtinën? Për Prishtinën edhe një periudhë shumë të shkurtër për Mabeteksin. Për Mabeteksin, do më thonë Mabeteksi isha akoma aktiv. Po. Se unë më shumë të njohë pastaj... Aty e kam përfundu karierën. Aty e përfundove karierën. Shkaku i moshës u po ajo gjë, apo shkaku i ju dhe avokatis? Doje magistratur, doktorat, këto, ti marë? Pikrisht, thjesht, une e përmenda edhe çështjen e shkollimit që një pjesë e kam përfundu në vitet e 90-ta në kushtet e jashtëzakonshme, edhe sporti do të funksionante në rrethonat jashtëzakonshme, kështu që është gati e pamundur që në ato rrethona të bëheshe sportist kulmor, për shembull basketbollist kulmor. Dhe unë kam ditë që basketbollin do ta praktikoj vetëm si rekreacion, si hobi, jo si profesion. Prandaj edhe ju kam rrekur edhe librave edhe shkollimit, por gjithmonë me një dashuri shumë të madhe për basketbollin dhe natyrisht e kam lënë basketbollin në kohën më të mirë, në moshën 27 vjeçare, nga se nëse me një sport, a është ai basketboll, a është handball, a futboll, në moshën 21 vjeçare nuk keni mbri në Evropë të luni, atëherë nuk mund të thoni se mund të ndërtoni karrierë të madhe. Kështu që unë e kam pa qysh në fillim se basketbollin do ta kem si hobi, prandaj edhe vendosa që ta lënë në moshë shumë të re, do të atëherë kur një sportist mund të jep maksimumin, edhe e kam lënë qysh në moshën 27 vjeçare për t'ju rrekur më shumë profesion. Pastaj një periudhë ke qenë sekretar në federatën? Po, sekretari përgjithshëm i federatës. I federatës. Atë bon më shumë si sportist a si jurist? Apo i kishe të dyja? Ishte kombinim. 2 në 1. 2 në 1, si Nescafea. Avokati ndëruar, mund pëlqen me të thonë dhe i herë edhe doktor, sepse ju doktor shkence, për ju jini edhe profesori.
Ju jeni profesor universitar në UBT. Po, që them të drejtën, në UBT kam ligjeruar për 3 apo 4 vite me radhë, por për shkak të angazhimeve profesionale, më është dashur që përkohësisht ta braktism mësimdhënien, nga se lëndët gjyqësore kërkojnë një përkushtim të madh. Ato janë jashtëzakonisht të vështira, nga se duhet të studiosh dosje të tëra, fakte, prova, gjitha ato të ndëlidhesh me ligjet në fuqi, dhe kërkon një përkushtim dhe angazhim maksimal, dhe nuk kam dashur që t'ju hy në hak studentëve, dhe kam vendosur që për momentin të braktis, do të dhënien e mësimdhënien, dhe të përkushtojmë 100% në avokati, por gjithmonë me një tendencë që të rikthehem në mësimdhënien. Është një dëshirë. Patjetër. Është një dëshirë, që në ta do shpirti kështu në... Patjetër.